Studiosit në Spanjë kanë kryer analizën më të thellë deri më tani mbi biologjinë e një gruaje 117 vjeçare të shëndetshme, duke treguar se edhe në moshë shumë të shtyrë është e mundur të jetosh pa sëmundjet e zakonshme që prekin të moshuarit, ka shkruar The Guardian. Marie Branias Morera, e lindur në San Francisco në vitin e largët 1907 dhe është vendosur në Kataloni në vitin 1915, u bë gruaja më e vjetër në botë para se të ndërronte jetë vitin e kaluar në moshën 117 vjeçare. Ajo i mbijetoi luftës civile spanjolle dhe pandemisë së Covidit, nga e cila u shërua në moshën 113 vjeçare. Në vitet e fundit të jetës, Branias u ftua nga mjekët të studionin për të kuptuar pse kishte arritur të jetonte kaq gjatë. Rregulli i zakonshëm është që me kalimin e moshës sëmurim më shumë, por ajo ishte një përjashtim dhe ne donim ta kuptonim pse. Për herë të parë kemi arritur të ndajmë të qenit i vjetër nga të qenit i sëmur, ka thënë doktori Manel Estela nga Instituti i Studimeve për Leuqemi Josef Carreras në Barcelonë. Analizat e gjakut, pështymës, urinës dhe mikrobiomës së zorëve treguan se trupi i saj kishte shenja të plakjes ekstreme, por edhe disa faktorë biologjik mbrojtës. Telomerat, kapakët që mbrojnë kromozomet, ishin jashtëzakonisht të shkurtra, një shenjë tipike e moshës së madhe, por sipas Esteler, ato mund të kenë mbrojtur nga kanceri duke kufizuar ndarjen e qelizave. Për më tepër, analiza ADN-s tregoi variante gjenetike që mbronin zemrën dhe trurin nga sëmundje dhe demenca. Ajo kishte nivele të ulta inflamacioni, metabolizëm efikas të yndyrave si dhe rrezik më të ulët për diabet dhe kancer. Këto janë vendimtare sepse lidhen me sëmundje tipike të moshës që zakonisht janë fatale, ka thënë Esteler. Përmes asaj që quhet ora epigjenetike, u pa se mosha biologjike e Branias ishte 10 deri në 15 vjet më e re se mosha e saj kronologjike. Mikrobioma e zorëve të saj ishte gjithashtu e re, me shumë baktere të dobishme si Bifidobacterium. Jetëgjatësia e saj nuk lidhej vetëm me gjenet. Branias nuk ishte mbi peshë, konsumonte shpesh kos, nuk pinte duhan apo alkol dhe shndronte në kontakt të vazhdueshëm me familjen dhe miqtë e saj. Maria pati prindër që i dhanë gjë të mirë, por nuk mund të zgjidhin prindërit tanë. Ajo që mund të bëjmë është të zhvillojmë ilaçe që riprodhojnë efektet e gjeneve të mira, ka thënë Esteler. Profesori Joao Pedro de Magalhães nga Universiteti i Birminghamit ka shtuar se rastet e rralla të jetëgjatësisë mund të na informojnë për mënyrën se si duhet të jetosh shëndetshëm. Këto raste të rralla të jetëgjatësisë mund të na ndihmojnë për të marrë të dhëna për mënyrën se si të plakemi më shëndetshëm. Nëse arrijmë të identifikojmë gjenet që lidhen me jetëgjatësinë ekstreme, ato mund të shërbejnë si objektiva për zhvillimin e trajtimit që i ndihmojnë të gjithë të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm, ka thënë profesori. Shkenca zbuloi arsyet e jetesës së gjatë të një 117 vjeçare në Spanjë.